moment që po ndodh aty? Është në afërsi të paktën në afërsi të Ministrisë së Brendshme, u ndodhem ende pra tek piramida, por shihet që janë vendosur në një distancë tek Ministria e Brendshme kordon policor dhe makina ujëheqëse. Do shikojmë se çfarë do të ndodhë, ndërkohë që zoti Berisha me deputetët e mbështetësit sapo kanë mbritur tek lumi i Lanës për të kaluar drejt Hotel Dajtit dhe për të afruar tek Ministria e Brendshme. Të paktën ky është skenari deri tani. Nisi protesta nga selia e Partisë Demokratike për të vijuar drejt kryeministrisë, ku pati edhe pati një fjalim dhe më pas u bë thirrje që të Ministria e Brendshme. Të paktën kjo është ajo se çfarë ka ndodhur deri në këto momente. Nuk pati dhe nuk ka pasur asnjë situatë me hedhje molotovi tek kryeministria, sikundër kemi parë në protestat e tjera, por u është kërkuar protestuesve të zhvendosen tek Ministria e Brendshme. Kjo shkon edhe në vazhdën e akuzave që ka bërë Partia Demokratike dhe personi i cili ishte në zë që këta fliste në fillim të protestës tek kryeministria, i cili her pas here atakonte policin duke cilësuar atë polici të krimit, sikundër janë duke thirrur edhe protestuesit në këto momente. Të paktën kjo është ajo se çfarë ka ndodhur dhe po ndodh në protestën e 8 kombëtare të Partisë Demokratike. Po kërkohet edhe tashmë pjesa e protestuesve me zotin Berisha është tek Hotel Dajti, vetëm disa metra në ndaj. Shohim një shtim të policëve, uniformave blu që janë bashkuar kordonit të krijuar fillimisht aty ku ndodhet dhe autoboti me ujë, ndërkohë që protestuesit vijojnë marshimin e tyre në këmbë nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, nga kryeministria për t'u afruar Ministrisë së Brendshme. Të paktën ky është edhe itinerari që deri më tani shihet që protestuesit kanë zgjedhur të kryen marshimin e tyre. Deri më tani nuk janë regjistruar tensione apo përplasje me policin, por me sa duket situata mbetet paksa e tensionuar për shkak se janë marrë masa të menjëhershme nga policia e shtetit në formë përforcimesh. Lidhemi tani me Ergys Gjença, i cili ndodhet në një zonë tjetër nga ku po zhvillohet protesta. Ergys, si paraqitet situata deri në këto momente? Vëren që ka tensione mes palëve, pra mes protestuesve dhe uniformave blu, pasi po vijon marshimi i protestuesve drejt blokadës që ka krijuar policia e shtetit. Kujtojmë që edhe kryepolici Hitaj pak më parë ka deklaruar që protestuesit kanë leje për të protestuar vetëm në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pra nuk lejohet ndjekja e një itinerari tjetër. Shohim që zoti Berisha ka vendosur dhe maskën kundra gas, ndoshta për të lajmëruar kështu që mund të kemi një përsëritje të skenarit, dhe shohim që menjëherë policia ka vepruar me autobotin me ujë për të larguar protestuesit. Po dëgjoj Daliana. Po Ergys, po mund na tregosh çfarë ndodhi në këtë moment? Ergys, të dëgjoj. Daliana, përshëndetje. Sapo turma ka mbritur, këtu jemi përballë Hotel Dajtit, është vendosur kordoni i policisë së bashku në mes të cilit gjendet një autobot ujë, sapo u hodh një molotov, një bombë molotov nga autoboti i ujit që quhet me ujë me presion. Një molotov i dytë u hodh tashmë, ndërkohë që vazhdon policia e shtetit të hedhë ujë me presion për të mos lejuar, ndërkohë që edhe gazi lotësial, se mos gaboj, është hedhur nga policia e shtetit. Nuk lejon policia e shtetit të gjithë protestuesit për të drejtuar Ministrisë së Brendshme. Pra ky është konfrontimi i parë në këtë protestë të organizuar nga Partia Demokratike. Nuk kemi pasur asnjë molotov, asnjë fishek zjarr në bulevardin Dëshmorët e Kombit para godinës së kryeministrisë. U hodh një molotov tjetër,
Daliana, do më lejosh të vendos maskën? Ergys, të lutem të qëndrosh i sigurt në një vend ku mund të kesh mundësim për të raportuar, pasi dukshëm edhe vijon përplasja mes protestuesve dhe policisë, hedhja e ujit, ndërkohë dhe përdorimi i molotove. Lidhem me gazetaren Gjensila Kodra. Gjensila, çfarë po ndodh në këto momente? Pam një përplasje mes uniformave blu, një reagim i menjëhershëm, i parakohshëm, ujë përpara se vepronin protestuesit. Çfarë po ndodh realisht? E kam Gjensila në këto momente? Gjensila, po. Mund të na përshkruash çfarë po ndodh në këto momente? Po, të jam në pasë të njëtë të pare që protestuesit në përritët me hedhje në motorovëve, pati me gjithë për ministrës në anë e forcave të rendit, si dhe që zhvon individualisë si policia me antibody, por të parë që të mëdëtarë që horën në drejtim të edhe nga ana e forcave të rendit të qytetarëve të sejnë Gjensila, do të kërkoj ndjes pasi e kemi të pamundur që të krijojmë një lidhje të drejt për drejt për shkak edhe të përdorimit maskës kundra gaz që ti po përdor në këto momente. Do të kemi mundësinë që të lidhemi sërish bashkë pak minuta më pas. Shkojmë te kolegu Renaldo Saliani për të na raportuar çfarë po ndodh. Shikojmë protestues të cilët kanë vendosur maskë kundra gaz, një herë është edhe zoti Berisha dhe eksponentë të tjerë që e kanë shoqëruar. Renaldo, çfarë po ndodh në këto momente? Si ka ndodhur hedhja e molotove në adresë të policisë apo pa objektiv deri në këto momente dhe si ka qenë ndërhyrja e policisë, gjithçka që po shihet në këto momente nga terreni? Po Daliana, me njëherë sa po ka mbaruar fjalimin personi i cili po fliste në foltoren e improvizuar përpara kryeministrisë, protestuesit janë drejtuar drejt Ministrisë së Brendshme, por pa mbërritur përpara Ministrisë së Brendshme, atje ka pritur autoboti i hedhës, i cili ka hedhur ujë që protestuesit të shpërndaheshin dhe të mos afroheshin deri përpara Ministrisë së Brendshme. Aty në atë moment qytetarët kanë hedhur molotov dhe ka patur një përplasje, fillimisht ka qenë autoboti i hedhës i cili ka hedhur ujë në drejtim të qytetarëve, e më pas qytetarët janë kundërpërgjigjur me molotov, pastaj është përdorur edhe gazi lotësillës, siç e kemi parë, dhe në këto momente një pjesë e qytetarëve po qëndrojnë në zonën përpara ish Hotel Dajtit, në mënyrë që t'i shpëtojnë edhe gazit lotësillës që është hedhur, ndërkohë që shohim shtullunga të mëdha tymi, po hidhen sërish molotov në drejtim të autobotit i hedhës të policisë, i cili doli për të ndaluar protestuesit të shkonin drejt Ministrisë së Brendshme, u tha se do t'ishte një marshim paqësor, por me sa duket protestuesit kanë qenë të përgatitur për t'i marrë të gjitha masat edhe nëse do të kishte një reagim nga policia e shtetit për atë që e cilësuan si marshim paqësor. Ndërkohë një pjesë e protestuesve janë shpërndar në Unaz, ndërkohë pjesa tjetër vjen të qëndrojë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një pjesë e vogël në bulevardin Dëshmorët e Kombit në zonën përpara ish Hotel Dajtit, dhe nuk po kalojnë dot më tepër të shkuar përpara Ministrisë së Brendshme për shkak të hedhjes së ujit. Shohim sërish ujë që po hidhet në drejtim të protestuesve në këto momente nga autoboti i hedhës dhe protestuesit kundërpërgjigjen me molotov. E gjithë përplasja po zhvillohet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në pjesën fundore të bulevardit Dëshmorët e Kombit, përpara ish Hotel Dajtit edhe përpara Galerisë Kombëtare të Arteve, aty ku është vendosur edhe autoboti i hedhës, si dhe është vendosur kordoni i policisë edhe një pjesë e efektive të policisë që shoqërojnë autobotin i hedhës, ndërkohë që edhe në këto momente shohim të tjerë molotov që hidhen në drejtim të autobotit i hedhës edhe të efektive të policisë së shtetit, të cilët janë aktualisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të penguar ikjen më tej të protestuesve në drejtim të Ministrisë së Brendshme, shoh që është hedhur sërish gaz lotësillës. Të mundur shpërndarjen e protestuesve apo është një kundërpërgjigje e hedhjes së molotove? Pasi shikojmë që edhe kur situata nuk eskalon nga ana e protestuesve, vijon përdorimi
i ujit nga ana e policisë së shtetit. Pamë edhe për disa çaste zotin Gazmet Bardi, i cili shprehej i habitur për shkak të ndërhyrjes menjëhershme të uniformave blu. Në fakt, nga folsi në protestu, tha se ky do të ishte një marshim paqësor drejt Ministrisë së Brendshme. Pra, protestuesit po marshonin u tha në mënyrë paqësore drejt Ministrisë së Brendshme, por përpara se ata të mbërrinin tek Ministria e Brendshme, u ka dalë përpara autoboti ujë hedhës dhe ka tentuar t'i shpërndaj në këtë marshim të tyre dhe t'i pengoj për të shkuar drejt Ministrisë së Brendshme. Dhe këtu ka nisur edhe përplasje. Qytetarët ishin duke marshuar, janë pritur nga autoboti ujë hedhës që ka tentuar t'i shpërndaj, ata janë kundër përgjigjur me molotov në këtë moment, pastaj policia është kundër përgjigjur me gaz lotësiellës dhe kështu ishte dinamika e kësaj ngjarje. Pra, qytetarët në këtë moment, protestuesit deri në momentin dihen të provokuar dhe reagojnë drejt uniformave blu me të njëjtin intensitet apo zhvendosen pas dhe shpërndahen? Hedhja e ujit është konsideruar si një provokim nga protestuesit dhe janë kundër përgjigjur menjëherë hedhjes së ujit me molotov dhe më pas policia është kundër përgjigjur me gaz lotësiellës. Një pjesë e protestuesve në fakt vijojnë të qëndrojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pjesa tjetër janë të shpërndarë në lulishten e Parkut Rinia, në të dyja pjesët e Unazës dhe një pjesë vijojnë të qëndrojnë në pjesën përpara piramidës, shumë larg nga vendi ku po zhvillohet edhe përplasja. Vetëm një pjesë e vogël e protestuesve janë përpara autobotit ujë hedhës ku po përplasen me efektivet e policisë dhe po hedhin molotov në drejtim të autobotit ujë hedhës. Vijon të qëndroj zoti Berisha, eksponent të tjerë të Partisë Demokratike me